dënimi Zotit tënd o Muhammed që po ju premtohet, po ju kërcënohet me kazve. Aty në po ju thuhet se kam ju gjetë një dënim i rand levaqi', ka për të ndodhur. Nuk ka kush që mundet me largu atë dënim e me i shpëtu ati dënimi që Allahu dën mja qu ati që dën mja qu. E që janë ata që kanë përgënjeshtruar librin e Zotit, kanë përgënjeshtruar pejgamberin e Zotit, kanë përgënjeshtruar ringjalljen dhe si rrjedhoi dënimin të cilin po i kërcënon me të Allahu apo pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam. Atë ditë ata hidhen, shtyhen, ngrehen, tërhiqen, zhagaze, më dhumë, të lidhur me pranga, të prangosur me zinxhir, tërhiqen dhon shumë drejt në xhenem. Kur afrohen të xhenemi, u thuhet atyre, në fakt u thonë me laçet e xhenemit e zebanje. Ky është ai zjarri që ju e përgënjeshtranit. Po e shihni? Mos po ju duket se është magji, apo nuk po shihni mirë. Futunin te, hynin te, e që në fakt me laçet i hedhin në xhenem. Shijoni dënimin e randët e mëshirshëm. Pastaj, ndashi bëni sabër e dërani, po ndashi mos bëni sabër bërtitni, çka dëni bëni? Është e njëjtë. Bët sabër, nuk bët sabër, duruat, nuk duruat, kush me ju nuk mirët. Që ndihman asgjë, nuk u paksan dënimin e xhenemit, nuk u lehtëson vujtjet, nuk mund që vije në shpëtim. Askush, ju vërtet shpërbleheni sipas asaj që keni vepruar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar te bareke ve teala, që është i përket lartë madhërisë së tij. Gjithherë dhe çdo herë pranojmë dhe dëshmojmë se jemi të mangët, të lavdërojmë, të madhrojmë të madhin Zot, që është i meriton te bareke ve teala. Salavat dhe selam e dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën atij burri të madh derisa të kësaj dite, edhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar, po fillojmë me emrin e Allahut Azza wa Jall me komentin e surës At-Tur, e cila sura është sura mekkase me konsensus, zbritur në Mekë, siç e cek Ibn Atija, Kurtubiu, Zamakhshariu dhe shumë ulema të tjerë. Sura mekkase zbritur në Mekë. Quhet sura At-Tur, sepse fillon me këtë emër At-Tur, duke u betuar në At-Tur. Tur është kodër, është mal, me kapak disa pemë. Jo krejt i zhveshur, por jo edhe mali mbushur me pemë. Kjo sure e bekuar për shtatshmëria e saj me surën Paraprake Dhariyat është për faktin se çdo dy suret janë mekkase dhe temat e kanë të ngjashme. Të dy suret fillojnë me betim. Allahu betohet atje në fillim dhe betohet këtu në fillim të kësaj sure të bekuar. Të dy suret përfundojnë me kërcënim të rëndë për ju besimtarët, për kundërshtarët, për ata që përgënjeshtruan ringjalljen ditën e kiametit. Të dy suret sjellin mjaft fakte dhe argumente për fuqinë e Zotit, për njohshmërinë e Zotit, për fuqinë e tij për të ringjallur krijesat ditën e kiametit dhe për të llogaritur ata. Temat të cilat e shtjellon kjo sure, vetë fakti që është sure mekkase, se që e kemi cekur sa herë, surat mekkase parafërsisht kanë të njëjtat tema. Tauhidin, njohshmërinë të madhe të Zotit. E që për tauhid, për njohshmërinë e Zotit, Zoti është një, i vetëm, i pashëq, i parival, i plotfuqishëm, i vetmi krijues, i vetmi furnizues, i vetmi sundues, i vetmi pushtetar, ku ati përket pushteti absolut, i vetmi cili jap jetë dhe vdekje dhe i ringjall njerëzit dhe të tjerë. Dhe se vetëm atë duhet adhuruar dhe madhruar. Dhe se libri i tij është hak, pejgamberi i tij është hak, premtimi i tij është hak. Ashtu që kjo sure fillon me vërtetësinë e ndodhisë ditës së kiametit, respektivisht kërcënimin të cilin u bën Zoti jo besimtarëve se nëse nuk besojnë do t'i pret kjo dhe kjo dhe kjo, pra dënim i dhimbshëm. Këtë surën fillim e vërteton i madhi Zot te bareke ve teala. Më pas përgëzon besimtarët, pra njëherë vërteton ekzistimin, ndodhinë e dënimit në ditën e kiametit, pastaj tregon se çfarë do të gjej pa besimtarët, përgënjeshtruesit, e pastaj cek se çfarë të mira i godet apo do të gjejnë besimtarët, të cilët kanë besuar Zotin hak, ditën e kiametit hak. Kjo sure më pas sfidon mëkatet që të sjellin
një libër të ngjajshëm sikurse Kur'ani, me qenë se ata e mohonin këtë libër të jetë prej Allahut Azza wa Jall. Rënën shpifjet dhe përgënjeshtrimet e pabesimtarëve, në veçanti atyre me Mekas, të cilët të përgënjeshtronin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke sjellur fakte dhe argumente që vërtetojnë mesazhin qellor. Përfundon sureja duke urdhëruar pejgamberin alaihi salatu wassalam që mos të mirret shumë me thashëthënët, me përgënjeshtrimet e krerëve Mekas, por të bëj sabër. Zotën çdo therrës në rrugën e Allahut duhet të bëj sabër. Madje çdo njeri në këtë dynja duhet të bëj sabër. Ashtu që Allahu e udhëzon, sugjeron, e këshillon, e urdhëron të dashurin e tij sallallahu alaihi wasallam që të bëj sabër në misionin e tij, ta çojë në vend dinin e tij e mos të mirret shumë me thashëthëmet, me përgënjeshtrimet, me shpifjet e jo besimtarëve. Ta bëj këtë për hir të Zotit, duke kërkuar kënaqësinë e Zotit dhe të vazhdoj derisa ta plotësoj emanetin dhe të vijë fundit të dalë për kësaj dynjaje, ashtu siç edhe ndodhi. Kjo sure është 75 e zbritur me radhë. Suyutiu thot se ka zbritur pas surës At-Tanzil Sajda, me çfarë pajton edhe Zamakhshariu, ka zbritur para surës Tabarak al-Mulk. Ndërsa Ibn Ashuri thot se ka zbritur pas surës Nuh dhe para surës Mu'minun. Kjo sure është 52 e rënditur në mushaf pas surës Dhariyat. Ka 49 ajete, 312 fjalë dhe 1500 shkronja. Këto njohuri të përgjithshme të kësaj sureje të bekuar, tani shkojmë tek ajetet të cilat pasaj të dëgjuam, e që janë ajetet e 16 të kësaj sure të bekuar, të cilat e shtjellojnë një temë. Shkojmë të komenti i tyre duke parë më afër se çfarë na thotë i Madh Zot. E Kurani, libri i Zotit, cilin do jetë që ta lexosh edhe ta meditosh, i forcohet robit imani, i shtohet dashuria ndaj të Madhit Allah, po ashtu i shtohet edhe friga ndaj dënimit të Zotit, sepse Allahu ka rahmetin e madh, ama ka edhe dënimin e randë. I shtohet vullneti për të bërë punë të mira, për të përgatitur për atë ditë në të cilën kemi me dalë para të Madhit Zot. E që ne besimtarët krejt jetën punojmë për ta kënaqur Zotin ton, për ta fituar kënaqësinë e Zotit ton, edhe kjo kënaqësi më na përcjell neve kur dalëm para tij ditën e Kiametit, e që rezulton me shpëtim nga dënimi i dhënshëm dhe me një shpërblim të madh që është Gjenneti. Dhe i shkojmë as A'udhu billahi minash shaitanir rajim, a themi wat-tur wa kitabin mastur. Allahu e fillon këtë sure duke betuar në 4 gjëra, në 4 krijesa. E kemi thënë edhe më herët se Allahu betohet në çfarë të do vetë ai. Pra, ai ka të drejtë të betohet në lartmadhërinë e tij, po në krijesat e tij. Ndërsa ne si njerëz nuk kemi të drejtë të betohemi pas në lartmadhërinë e tij, në emra dhe cilësitë e tij, por jo edhe në krijesat e tij. Betohet në krijesat e tij dhe këtë disa, sikurse në këtë rast këto, për të treguar fuqinë e tij, madhështinë e tij, por për të treguar rëndësinë aty në krijesave, të cilët e ka krijuar e që po betohet në to, rëndësinë e tyre për jetën e njeriut,
në këtë dynja. O tur, pashaturin, apo betohem në tur. Tur, thamë është kodër. Në aspektin gjuhësor, e gjejmë se është një kodër mal me drunj. Jo mal sikur se malet tona që janë, por jo dhe kodër e gjveshur. E disa kanë thanë që janë shumica, se është fjala për kodrën Turi Sina, në të cilën Allah i madhruar i foli Musaut alayhi salam, ja zbriti shpallin, i foli për herë të parë, pastaj zbriti Tevratin. E që Allahu e veçajat kodrë për kodrave të tjera, Tebaraka wa Ta'ala. O tur, pra pasha kodrën, apo betohem në kodrën Sina, në të cilën i foli Allah i madhruar Musaut alayhi salam, dhe në të jazbriti të vratën e që është udhëzim e hidajet të këshilla, urdhrat të tjerë për Banu Israilet. O kitabim mastur, dhe betohem gjithashtu në librin e shkruar me rreshta. Mastur, është sikur se Kurani rresht pas rreshti, i shkruar. Betohem në librin e shkruar. Në librin e shkruar, ulemat kanë thanë në Lauhi Mahfudh, në librin am, Lauhi Mahfudh, në të cilën janë të shkruara çdo gjë, çfarë ka për të ndodhur deri në ditën e Kiametit. E që ky libër, Lauhi Mahfudh, është tek lartmadhëria e madhit Allah Tebaraka wa Ta'ala, në të cilin nuk ka mundësi as kush ta shoh se çfarë ka në te. Pas asaj çfarë Zoti don pjesë m'ia dhan me laçeve të tij, e me laçet e tij atë pjesë të dhanave, të njohurive, të dijes së Zotit e marrin dhe zbresin tokë dhe zbatojnë. Se fjala vije ka me dek filani, ka me lin filani, ka me rashi, ka me rabor, ka me ndodhë kjo, ka me ndodhë ka derat të ndodhit të cilat të ndodhin tek njerëzit. Thuhet se fjala është me kitabin mastur, me këtë libër të shënuar në rreshta, është për qëllim Kurani, libër i cili vërtet është i shënuar në rreshta, i lexuar, i shënuar. E thuhet se me te është për qëllim libri i shënuar, i zbritur prej Allahut që përfshin krejt librat e zbritur nga i madhi Allah, Tevratin, Zeburin, Injilin, Koranin, dhe plëtushka tjera të cilat u janë zbritur pejgamberëve. Pra, librat e zbritura prej të madhit Allah Azza wa Jall prap, dhe betohem në librat e zbritura nga lartë poshtë në tokë njerëzve. Fi araqim manshur, në lëkur të shpërndar apo të shënuar, të shpalosur. Në lëkur të shpalosur, libër i shënuar në lëkur. E ka cek në lëkur, sepse zakonisht deri në prodhimin e letrës, letrat e mëherët shënimet janë shënuar në për lëkura. Dhe kjo ka qenë e përhapne e shumicën e kulturave, civilizimeve të botës. Në lëkura janë shënuar shkrimet, mesazhet, letrat e të tjerë. Pra edhe Kurani, shumica e tij, kur ka zbritur, ka qenë shënuar në Kur'an prej sahabeve që kemi cekur më lartë. Pra, në lëkur i shpalosur është fjala që mund të lexohet, nuk është i mbylltë, ku nuk mund të shofin të tjerët, jo këtë e shofin e lexojnë njerëzit, është i hapur për të gjithë. E që ja bën afër me qenë për qëllim Kur'ani, apo librat e shejtat të cilat e kanë lexuar, ata që u kanë zbritur atyre ato libra, sepse për cek të shënuar në lëkura, që janë shënuar dhe janë përcjellur pastaj gjenerat pas gjenerate. Wal bejtil ma'mur, dhe betohem gjithashtu në shtëpin e vizituar, apo në shtëpin plot vizitor. Wal bejtil ma'mur, betohem në el bejt, bejt është shtëpi. Bejtil ma'mur në bejt ma'murin. Bejt ma'mur
si mbas shumicës së ulemave është për qëllim El Bejtul Ma'mur, shtëpia e vizituar e cila është mbi qiellin e 7. Quhet Bejtul Ma'mur, siç ka ardhur në hadith të Ebu Hurajrës, të cilën e cek Buhariu dhe Muslimi. Në hadithin e gjatë që pejgamberi përshkruan udhëtimin e tij në Isra dhe Miraj. Dhe tregon radhazet se çfarë ka parë në qiellin e parë, në qiellin e dytë, në qiellin e tretë, në qiellin e katërt, në qiellin e pestë, në qiellin e gjashtë. Dhe thot, kur shkuam qiellin e 7, i shoqëruar me Xhibrilin, Xhibrili kërkoi leje me u hap dyert e qiellit të 7, dyert u hapën, u ngritëm mbi qiellin e 7 dhe pash Bejtul Ma'mur, Ibrahim dhe Ibrahim a.s. i pështetur me shpinë për Bejtul Ma'mur, ku në te hynin çdo ditë nga 70.000 melaçe, hynin, adhuronin, madhronin Allahun e madhruar, bënin tavaf, dilnin dhe më kur nuk ju vind të radha me u kthy, apo nuk ju vije radha njëherë me u kthyje në atë vend me hynë te. Tash prej kësaj fjalie të këtij hadithit gjatë nxirren shumë dobi, ndërto dhe para ta ka Ibrahimin në qiellin e 7. E që është qielli më i lartë. Ndërto Bejtul Ma'mur, e që është qabja e banorëve të qiellit të 7. Sepse siç kanë thënë ulemat, çdo qiell e ka qabën e vet, drejt së cilës drejtohen banorët e atij qielli kur të adhurojnë Allahun Azza wa Jall. Njësoj, sikurse ne njerëzit në tokë që kur të adhurojmë Allahun Azza wa Jall drejtohemi prej qabës tonë e cila është në Mekë. Është kiblja e banorëve të tokës qabja. Bejtul Ma'mur është kiblja e banorëve të qiellit të 7. Bejtul Izza është kiblja e banorëve të qiellit të parë. Dhe kështu me radhë. Pastaj kjo kibel, kjo Bejtul Ma'mur, kjo shtëpi, qabe banorëve të qiellit të 7, është si për qabës së tokës. Sa që po të binte peslarti bjen mbi te si për sajna. Njëra mbi tjetërën, si për tjetërës, deri në Bejtul Ma'mur, shtëpia më e lartë, e që është mbi qiellin e 7, kibla e banorëve të qiellit të 7. Dhe krejt kjo, pa dash me dalë pej teme, jep me kuptuar se kërthiza e dynjas e kësaj botë është në qabe. është në qabe, në pjesë qatë toku, në mësi për saj është qabja. Po ashtu prej këtij hadithi kuptohet të kjo fjali, se hadithi është shumë i gjatë, për numrin e madh të melaçeve. Fjala fundit e hadithit dhe më këtu kur nuk kthehen, jep me kuptu se nuk ju vjen radha. Po ju mundësot një herë, prej se e kriju dënjaja, veç një herë, dhe jo një, po 70.000 me u fut në atë qabe, në atë shtëpit Zotit, që është qabja banorëve të qiellit, e me adhuru Allahun, dhe dalin pastaj pej saj, dhe kryn pun tjera, po adhurojnë Allahun Azza wa Jall në vende tjera, por nuk ju vije radha me hyen në atë shtëpi të Zotit deri në kiamet. E sa i bie me qenë numri i melaçeve? La ilaha illallah. Për ata numri i melaçe është i pafund. Veç i madhi Allah e din se sa ka melaçe.
Kjo është një argument. Argument tjetër, për numrin e madh të shumë të melaçeve, e që prapë po them mos dalim prej temës, por me forcu këtë, është fjala e pejgamberit alayhi salatu selam, po të njëjtin hadith, se nuk ka në qiell sa një plom, vend të zbrast, e që në ten nuk gjen ndonjë melek, i cili i bën ibadet e adhuron Allahun azza wa jall, on kam o runku o në sejdë. E sa plom është qielli, herë 7 qiej, e sa melaçeja. Wal bejt il ma'mur, pasha shtëpin e vizituar, që vizitohet shumë. Pra pa Ibrahimin lartë, të pështetur për te. E pse pash Ibrahimin dhe pse pështetun për te? Sepse Ibrahimin ndërtej qabën e Zotit në tokë, shtëpinë e Allahut në tokë. E Allahu është përbleu këte me shtëpi lartë në qiell dhe më pështet për te. E ai që bën mirë, shpërblehet me të mirë, gjen mirë. Për ata kënë qiellin e 7, ndërsa pejgambert e tjerë në qiejt e tjerë, me poshtë. E pozita Ibrahimit dihet se sa është e lartë të ke madhi Allah azza wa jall. Wal bejtil ma'mur. Pra shumica absolute ulemave kanë thënë se është për qëllim bejt ma'mur, shtëpia e cila është mbi qiellin e 7, siç se më lart ku në te adhurohet i madhi Zot, respektivisht qabja banorëve të qiellit të 7. Disa kanë thënë që është mendim i pak ulemave të tefsirit se është për qëllim qabja në tokë. Was-saqfil marfu', betohem në kupën e ngritur të qiellit. Çka qiell të cilin Allahu azza wa jall e bëri qati, kulum, qati të krejt krijesave të tij. Të kësaj dynjaje, poshtë, krejt planetet, e këtu krijesa, e në mesin e ty në këtë tokë, dhe krijesa kryesore e kësaj tokë e njeriu, krejtje në këtë qati. Këtë qiell, kup të qiell të cilin e shehni o ju njerëz, dhe cila qëndron pa shtyrë, e mban Allahu. A nuk tregon për fuqinë e madhe të pafund, të madhe të Allah azza wa jall. Wal bahril masjur, betohem, e kjo është betimi 4, betohem apo krijesa e 4, që betohet Zotin e to, betohem në detin e mbushur. Detin e mbushur. Wal bahril masjur. Ka disa kuptime. Kjo është kuptimi i parë. Dhe ndoshta më i afërti, të cilin e favorizon edhe Imam Taberiu, që është kreu i komentatorëve të Koranit. Deti mbushur ka për qëllim i madh dhe Zot, jo një det Adriatik, një det Egje, një det të Koqe, një det Zije, jo. Po detin si det krejt, që përfshin mbi 70% të sipërfaqes së tokës. Pra betohem në këtë det, i cili është i mbushur me ujë. Edhe është një atë mënyrë i krijuar që nuk del prej shtratit vetë, e me bërë vërshime për mbysje dhe me shkatrue krejt këtu krijesa. Nuk del.
Nuk del. Ka ardhur disa gjurmë. Se deti për çdo natë 3 herë i lyp leje Zotit me vërshohe, me i përmbys njerëzit. Por Allahu nuk jep leje. Ai ka me qëndru i tillë, në mënyrë që m'ja mundësu njerëzve jetën e lirë dhe jetën e qetë në tokë. Me mujtë me jetu njerëzit, edhe me shfrytzu detin, por me shfrytzu tokën. Mos m'ja shkatru tokën dhe mos me shkatru njerëzit. Andaj është tepër me rëndësi. Sa herë ta kujtoj apo ta sheh robi këtë det, mëse këshirë detin se një sasi distancë sipërfaqja ujë që e sheh me syte, por shikoje se një të tretën, një 3/4 e krejt globit mbushur me ujë. Pra dynjaja me ujë. Dynjaja me ujë. Kush e krijoi këta ujë? Kush e bëri shtratën gjithë këti ujë, kësaj sasie të ujit? Kush e nveshë këtë ujë me të njelpësi, me cilësinë të njelpë, me shijet të njelpë? Kush e ruan atë pej dalit së shtratit të vetë? Kush janë veshë gjitha të krijesa dhe të mira mrena në det që pej tyne përfiton një insani, deri tek gazrat dhe nafta, dhe këtu ndeti. Edhe këtu ndeti. Pra të mirat e detit s'kan skaj për insani. Ul bahri l-masjur. Deti, betohem e detin e mbushur, të ruajtur, të përkufizuar, i cili nuk i te i kalën kufejt e me shkatru jetën e njerëzve. E thuhet se është për qëllim, betohem në detin e djegur, të zjarët, o i dhe në biharu su gjirët, dhe atë dit kur deti, gjithmonë deti njesë për qëllimi krejt ujtë e detit, të gjitha qanë, o qaneve detrave, sa e fundja është një ujë dhe i ndërlidhë njëri me tjetërin, por pse i ka ndaj ma dhe zëtë, kjo është urtësi tjetër. Krejt këtu dete, o edhe li biharu su gjiret, dhe atë ditë kur deti do të digjet. Shëndrohet në zjarë. Kjo është mendim tjetër i disa ulemave të selefëve. Pra dhe betohem në detin cili do të digjet, do të shëndrohet në zjarë. Zjarë cili bashkohet të zjarët e gjehnemit. La ilaha illallah. Dhe bëhet një. Thuhet, mesgjur ka kuptim edhe i zbrazët. Andaj vije dita kur asë një pik ujë në detin nuk mbetet. E që është dita kja mbetit. Se do që tjetë kuptimi, e që të në këto i jep kjo fjallë e gjuhës arabe, i jep këto kuptime, e pas ta ju ulemat e selefve, sahabët e tjerë komentojnë, Allah i madhruar betohet në këto krijesat të mëdha gjigante. Në kodrën torë, në librën e shënuar, dash l-Lihë Mahfudh, dash librat e shënuara të shejta, wal Bejt il-Ma'mur, qabën e banorët të qiellit të 7, në kupën e qiellit dhe në detin e djegur, apo detin e mbushur. Betohet në këto krijesat të mëdha, të cilat tregojnë rëndësinë e tyre për jetën e njeriut, po ashtu tregojnë fuqinë e madhe të Allahut, urtësinë e përkryer të madhe të Zotit,
rahmetin e madh të Zot. Dhe se pjesë e fuqisë së Tij është fuqia, mundësia e lehtë për të ringjallë njerëzit ditën e Kiametit edhe për të aquar në vend dënimin e premtuar, të kërcënuar sa kanë qenë në dynja. Për atë arsye vije përgjegjja e këtina betimit, ku thëtë Allahu, inna adhab rabbike lewaqi'. Pra, betohem në këte dhe në këto gjëra që të seken, se dënimi Zotit tënd do të ndodhë patjetër. Dënimi Zotit tënd, inna adhab rabbike, dënimi Zotit tënd, o Muhammed, që po ju premtohet, po ju kërcënohet me kazve. Aty në po ju thuhet se kam ju gjetë një dënim i rand lewaqi', ka për të ndodhur. Ka për të ndodhur. Ma lehu min dafi', nuk ka kush që mundet me i shpëtu. Nuk ka çare pa ndodhur. Nuk ka kush që mundet me largu atë dënim. E me i shpëtu ati dënimi që Allahu dënë mja qu, ati që dënë mja qu. E që janë ata që kanë përgënjështruar librin e Zotit, kanë përgënjështruar pejgamberin e Zotit, kanë përgënjështruar ringjalljen dhe se rrjedhoi dënimin të cilin po a kërcënon, po i kërcënon me të Allahu apo pejgamberi ti sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka kush që mund të pengoj atë dënim. Ma lehu min dafi. Nuk ka kush që mund të pengoj. Nuk ka kush për aty në jo besimtarve e këqbërzve që mund të shpëtoj atë dënimit madhët Allah azza wa jall. Pra Allahu betohet në krijesat të Tij se dënimit do të vijë. La ilaha illallah. La ilaha illallah, do të ndodhej dënim të cilën sa herë e ka cekë i madh Zotën Kur'an, prej fillimi deri në fund. Po dhe popujve të tjerë sa herë ka cekë nëpërmjet librave të shenjtë dhe pejgamberëve të tyre. E ata megjithatë të përgënjështrojnë. Le ta përgënjështrojnë. Le ta përgënjështrojnë. Le të vazhdojnë në një bindje dhe qëndrim të tillë e do ta shohin. Në vazhdim i madh Zot e përshkruan të merren apo një pjesë të asaj dite të madhe kur do të ndodhej dënim i rand. Yawma tamuru as-samaa'u mawra. Atë ditë kur qielli do të lëkundet fuqishëm. Lëviz qielli, lëkundet qielli sikur se rat. Nuk mund nxan qielli vend prej tmerrët madh të ditës së Kiametit, prej ndodhive të tmerrshme, të randa të asaj dite të madhe. Qielli, me gjithë hapësirën e pafund që e ka, do të lëkundet, madje fuqishëm. Do të tarib lëkundet, dridhet, së në rëni vend. O të siru lë gjibalu sejra, për edhe kodrat të cilat janë aq të forta, edhe aq thalli kanë rronjët në tokë, edhe këto hecen, lëvizën, sikur se ratë që i ban era. Madje këto shëndrohen në thërmia, bëhen hije plohër, nga dridhje të mëdha, lëkundje të mëdha, ndodhi të shumta, e të ndryshme të cilat ndodhin ditën e Kiametit. Më pas, Allahu Azza wa Jall
i kërcënon sërish ata pabesimtar. Fawailun yawma'idhin lil mukaththibin. Pas e përshkroj atë ditë madhe, trand, dhe sa i dënim do të vije, do të ndodhë, nuk ka kush që mund të largoj të shpëtoj. Dhe se pe i të mirët ma të asaj dite, as qiellis mund të qëndroj në vendin e vetë, madje as kodrat me gjithë fuqinë e tyre të madhe që e kanë. Të mirët, ata përgënjeshtrues në atë ditë të madhe. Të mirët, ata të mirë, se çfarë do t'i gjenë atë ditë. Ani pse wailun në gjuhën arabe përfshin çdo të merr e të keqe që mund të kërcënohet dikujt me diçka. Wailun gjithashtu është edhe një prua, ta quajmë ashtu, nëse mund ta quajmë gjuhën tonë shqipe, në fund të xhenemit, në të cilën mblidhen, rrjedhen te qelbi dhe gjaku që shtrydhen prej djegjes së banorëve të xhenemit prej utjave të tyre. Por vejlun, pra kuptohet edhe kur dikush e kërcënon dikën shumë ashpër, sikur se ne që themi miri ai për vete çka ka me gjetë. Pra, lloj dënimesh e vuajtjesh mund ta gjejnë atë. E Allahu po thot fawailun yawma'idhin lil mukaththibin, mirë për gënjeshtruesit që kanë përgënjeshtruar ditën e Kiametit. Dënimin e Allahut e ka përgënjeshtruar Kur'anin, pejgamberin, Islamin, ringjalljen, të mirët ata të mirët, se çfarë do t'i gjej ditën e Kiametit. Alladhina hum fi khawdin yal'abun. Pastaj i përshkruan ata përgënjeshtrues. E thot, të cilët në këtë dynja zhyteshin, kënaqeshin, dëfreheshin, duke u tallur, duke bërë shaka me pejgamberin, me Kur'anin, me Islamin, me xhenetin, me xhehenemin, me dënimin e Zotit, me krejt që ka thënë pejgambert, që është në ka përshkrua Allahu sa herë në Koran, sa ata përqeshnin, talleshin, e nënçmonin pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam, për mejliset e tyre, e shfrytëzonin për më relaksu, qa me pëqysh më relaksu, ta përgënjeshtrojmë, ta përqeshim, të tallemi me pejgamberin, me xhenetin, me xhehenemin dhe kështu me radhë. Po kjo nuk ka ndodhur vetëm te Mekas. Kjo vazhdon të ndodhe edhe sot. E njerëzit në përmejliset e tyre, të cilët nuk kanë iman, apo kanë iman, po nuk di tani ku ju rrina iman, ja nisin e tallën, bojnë shaka me xhenet e me xhehenem. La ilaha illallah. Bojnë shaka me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tallën me te. Bojnë shaka, e tallën, e arktohen, e relaksohen, duke e përqeshur librin e Zotit. E Allahu po i përshkruan me pak fjala, më krejt që futet që këta jetë dhe shumë çka tjetër. Alladhina hum fi khawdin yal'abun, që janë të zhytur, pra të thelluar në shpifje, në gënjeshtra, duke arktuar, duke relaksuar, për mja bë veti qefin më dëfry,
në shpifje në akuzën për gënjeshtrim në realitetin asaj që ka zbritur I madhi Allah te bareke ve taala. Yawma yud'auna ila nari jahannam da'a. Atë dit, ata hidhen, shtyhen, ngrehen, tërhiqen, zhagaze. Më dhunë, të lidhur me pranga, të prangosur me zinxhir, të lidhur me zinxhir, tërhiqen dhonë shumë, me pamëshirë, ila nari jahannam da'a, në drejt në Gjehnem. Dhunë shumë, tërhiqen në Gjehnem, Allahu na ruajt. La ilaha illallah. Kur afrohen të Gjehnemi, u thuhet atyre. Në fakt, u thonë me laqet e Gjehnemit e zebanje. Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun. Kjo është ai zjarri që ju e përgënjeshtranit. Po e shihni? Po e shihni? Afa sihrun hadha am antum la tubsirun? Mos po ju duket se është magji, apo nuk po shihni mirë? Pra, jo në atë dënja Kureshit, pjesë e talljes dhe përqeshjes juaj kundër pejgamberit alayhi salam dhe fjalëve të tij, kërcënimeve, premtimeve që thonte, fjalëve të Zotit, jo thashet magjia kja. Magjia me këtë shpifje përpiqeshit të I bindni edhe të tjerët që mos ta pasoj pejgamberin. Pra është një magji që po I mashtron njerëz të legjë, që neve së në mashtron kë. Por Kurani është magji, kjo magjistar, dhe po I mashtron njerëz të legjë, fukarat, sklavërët, njerëzit pa shkollë, një fjallorin tonë sotit pa shkollë. Se sot kur dojmë të thonë ti si I nivelit lartë, thëni e pa shkollë, se ta që kanë shkollë kanë burnamin, veç kanë vetë ta pa shkollë, që shumë herta që janë pa shkollë, janë shumë ma burra, ma trima, ma të mirë, 10-100 herë se sa këta me shkollë, sepse mësojnë dreshnilak, e mësojnë kufër e shirk, e hinë vetë janë hojë rritet menja, e tani takserat e bela e vetë vetës e tyre, se dhe që tjetë, pra në këtë dënja, për shpifi e tyre kanë qenë kjo magji, tash me laqet po a kthejnë. Për këtë zjarë që po shihni, mos e një halanat bindje se o magji, apo a këni ndryshu bindje, apo nuk po shihni, atje këni pas perë, dhe se këni pa hakun, a këni perë dhe të syve dhe në këtë dënja, nuk po shihni hakun, apo a që këtë zjarë, ma nuk ka. Ata e në afrunë të zjarë me Gjehnemit, la ilaha illallah, u a thonë me laqet e Gjehnemit, e zebanje, në formë nënçmuse, fyse, sepse ato nuk kanë rahmet. Rahmeti për zemrave tyre është nxirrur, ato nuk kanë rahmet. Madje ato janë skajshmërisht të hidhruara në ta, sepse këta e kanë hidhrua Allahun, e kanë kundërshtua Allahun, e kanë mohu Allahun, e qysh mos të hidhruhen në ta? Andaj padhem shumë, o thonë, e fe sihrun hadha, mos është kjo magji që po shihni ju. Am antum la tubsirun, apo ju ndoshta nuk po shihni. Hala jeni andër, apo nuk jeni andër, jeni zhuar. Islauha, futunin te, hynin te, e që në fakt me laqet e hedhin në Gjehnem. Fasbiru, o la tasbiru. Fotën në zjarë, shijone dënimin e randët e mshirëshëm. Pastaj, fasbiru, o la tasbiru. Ndashi bëni sabër e dërani, po ndashi me zbëni sabër të tëni.
Vërtet çka dëni bëni. Selam aleikum, është e njëjtë. Bët sabër, nuk bët sabër, duruat, nuk duruat, kush me ju nuk mirët. Si ndihman asgjë, nuk u pakson dënimin e xhehenamit, nuk u lehtëson vujtjet, nuk mund të vije në shpëtim. Askush, sensi ndihman. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, ju vërtet shpërbleheni sipas asaj që keni vepruar. Pra, Zoti është i mëshirshëm, zullum nuk ju bën. Pa drejt nuk ju bën. Kjo është që a kanë punuar duart e juve. E keni merituar dhe ja se djeni në xhenem. E keni meritu sepse Zotin e keni përgënjeshtru, e keni mohu, e keni kundërshtu. Pejgambert e tij keni kundërshtu, madje keni luftu. Librat e tij ne keni përgënjeshtru, madje keni akuzuar se janë magjie, janë prallë etj etj. S'keni besu këtë ditë, në këtë kërcënim, këtë xhehenem. Keni bërë vepra të kufrit, të shirkut. E keni bërë veti qefin, qa u a ka kojt, qa ju ka arë për qefin dënja keni bërë, pavarësisht, a e mirë, a e keqe, a hedhërën Zotin, a se hedhërën Zotin. Dhe kështë veprojnë edhe sot njerëzit. E këtu duhet të na prejke neve shumë, sepse nuk bën robi njeriu më bë arab e epshet të ti. Nga se javje dita, thot, ti ke punu atje, e bë robi e epshet tënë. E epshet veç më rapt qënë, veç më rapsht. Marë nuk mësën. Andaj, veprimi veprave tona është të përkufizuar brenda legislacionit islam, shariatit islam, dinit islam. Leti apo makana, as pa makana, apo mbjen mirë, as pa mbjen mirë. Por, para se gjithash, e para dhe fundi tek ne është, a është e lejuar, apo e ndaluar. A afrohna me të Zoti, apo largohna me të prej Zotit. Kështu duhet për në robi. Pra Allah i madhruar, po i kërcënon dhe po i informon fund krejt, në përmet me laçeve të tij, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, se kjo është ajo, kënd dëshkim, kësh përblim, në thojza që është këtë dënim, është si asaj rezultat, fryt, pasoj e asaj që keni punuar me duart e juve. Dhe subhanallah, njeriu që punon këtë dynja e vjen në botën tjetër. E vjen, e korë vjen. E mbjell këtë dynja, e korë në ahiret. Edhe ne jem të shku drejt ahiretit për shtutit. Krejt këtu janë për pabesimtarët. Janë për ata të cilët kanë për të futur në xhehenem për gjithmonë. Këtu ajetë nuk hynë to besimtarët, qoftë besimtarët mëkatarë, të cilë dhe të hynë në xhehenem përkohësisht edhe dalë. Këtu, ky kërcënim është enkas për jo besimtarët që kanë përgënjeshtruar, kanë mohuar Kur'anin, ringjalljen, xhenetin, xhehenemin, pejgamber dhe kështu me radhë. Allah na ruaj prej dënimit të varrit, e dënimit të xhehenemit, ya Rabbel Alamin. Allahu na shtoft e na forcoft imanin dhe bindjen, ya Rabb, e na bëft të punojmë veprat mira, e të duam veprat e mira, e me të afrohemi sa më afër të madhet Allah Azza wa Jall. Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi Rabbil Alamin.